Hyr. Mirdita. Oh, mirdita, Arta. Urdhroni, uluni. Ju faleminderit, po jam shkëputur nga ora e mësimit vetëm për të takuar Fotionin. Është në mbledhje, me gjithë shokët e laboratorit. Vonohen shumë? Pse? Keni ndonjë porosi për të? Si t'ju them? Është puna që... Flisni, mos ju vi rënd. Në qoftë se mund t'ju ndihmoj. Ju faleminderit, po më duhet ta takoj vetë patjetër. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Më falni që po ju shqetësoj përsëri. Mos ju ndodhet një zarf? Po si? Urdhëroni. Faleminderit. Ju lutem me të dal nga mbledhja, jepja një vetë në dorë. Patjetër. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Arta. Çka ndodh? Flet analiza u gjet. Vërtet? Ku e ke? Më falni se u ktheva përsëri. Takova Fotionin. Mund ta marr zarfin? Po si? Ja te ke. Të bëf të mirë. S'lash vend pa të kërkuar. Përse? Të kërkon një shok kur gjen telefon. Ashtu? Alo? Po. Fotion papa jam. Si? Mu aprovua lutja? Urdhëro. Sa më shpejt po t'jetë e mundur. Qëllimi është ta gjejë të gjallë.
Ju faleminderit. Ditën e mirë. Urime, Fatjon. Lumë si ti, do të shohesh bota ndej. Nuk shkoj për qejf. Dajku është i sumur rënd. Më kanë ardhur 2 telegrame njëri pas tjetrit. E di, po, si do qoftë shfrytëzoje rastin. Dhe mos haro, që e para që mësova si ariqin. Do ta kem parasysh. Bëra shaka. Megjithse, të them të drejtën, desha të qetësoj me një vogël sirr. Fol, po të dëgjoj. Kam edhe unë një kushëri andej. Është në gjendje të mirë. Mbase të gjendet edhe ty. Po sikur të t'jepja për të një copë pusull. Si të them? Mirë, shkruaje. Duke përfunduar i dashur kushëri, e shoh të arsyeshme të kujtoj se letërprurësi që është një ndër kolegët e mi të punës, nuk do të qëndroj gjatë aty. Prandaj mundohuni të gjendeni sa më shpejt për ndonjë gjë që ai mund të ketë nevojë. E juaja, Ago. Zoti Dago, e analizuat mirë letrën? Si urdhon, sër? Shkrimi është autentik? Si urdhon? Është vetë dora i jenës. Dhe fjalët përputhen plotësisht me kodin. Zoti Dago, zogu që në ka ardhur në duar është shumë i vyrë. Dhe s'do na e falte askush sikur... Bë mirë që ja shpejtuan vdekjen Aleksit. Mos u dëshpëro. Vdekjen e kemi bosh të gjithë. Ti isha ndodhur të paktën në varrimin e tij. Me emrin tënd në gojë mbyllë sytë lumësiu. Kish pushtuar malli për të më parë. Kur erdhi herën e fundit, nuk ndjehej mirë. Pastaj sëmundja vuri poshtë. E di, më fliste nga herë për të afërmit, për vatanin. E nga malli nuk i përmbante do të lotë. Gjavazari ishte mik i të ndjerit Aleks. A lidhnin hallet, ka fshat e Bukës na detyroi të lini meshtrat këtej. Mirë i thonë tek ne. Guri i rënd në vendin e vet. Jeta në vetë huaj është e rëndëpir. Por kemi mbajtur njëri tjetrin. Edhe shokët e ambasadës na janë gjendur pranë. Ata më njoftuan për ty. Do t'ju mundoj 2-3 ditë. Më vjen keq. Çfarë mundimi? Përkundrazi, kjo është kënaqësi për mua. Më nxjerr mallin e më mëdheut. Kam frikë se ai plak matuf do na ngatroj keq lëmshin. Në jetë njeriu mund t'i ndodhen plot të papritura. Shpresoj se Zoti Lazar nuk përjashtohet nga një mundësi e tillë. Ju mendoni që... Zoti Dago, është e kohë të ju kujtoj se si specialist për çështjet shqiptare, personalitet që keni drejtuar për një kohë kaq të gjatë një agjenturë të rëndësishme në Shqipëri, jeni ju ai që duhet të bëni propozime. Dhe të përgjigjeni për operacionin që është ngarkuar. Mos u shqetësoni, sër. I kemi marrë të gjitha masat.
qëndronte pranë meje dhe më fliste me aq dashuri për vendlindjen, më duket e pabesueshme. Vlla, këtu i thon Perëndim. Tërë ajo mori makinë. Zën. Por me që është fjala për të ndihmuar një bashkëdhetar, pranoj me kënaqësi. Shpresoj se kjo fotografi do t'jetë goditja përfundimtare, para së cilës tundimit të fotionit s'do t'i mbetet më asnjë gjurmë. Ju mendoni se është koha që... Akoma jo. Këtë, bashkë me flet analizën, do t'i lem pas shgënjimit që do të pësoj fotionin nga trashëgimnia e Dajkos. Hej, dashur Fotion, e shoh që mbetet i zhgënjur. Kujdestari më tha se Dajkua juaj pas kishte qenë vetëm një kopjues i thjeshtë të notash. Dhe më shumë ka lënguar se punuar. Mos harroni se këtë i thon Perëndim, që të çash nuk mjaftojnë vetëm krahët e fuqishëm, dëshira për punë. Kryesorja është thjesht i zdërvjellët. Të dishte në tosh në çfarë do lloj ujrash. Kurse Dajkua juaj ishte i ndershëm. Po. Por jo i kohës. Mbase. I thoni ju lutem kujdestarit të nxitoj përfundimin e formaliteteve të trashëgimisë. Jo, zoti Fotion. Çështja është shumë e ndërlikuar nga që pandehni ju. Përse? Sepse po të flasim me gjuhën e financës, juve jo vetëm që nuk u takon asgjë për të marrë, po përkundrazi. Jeni debitor. Nuk ju kuptoj. Ku e keni fjalën? Mos u tregoni kaq naiv. Të paktën tashti që ju njohët nga afër me pasurinë e të ndjerit Alex. A nuk ju shqetëson mendimi se ku mund t'i siguronte të ardhurat Dajkua juaj për t'ju bërë dhurata aq të kushtueshme? Këtë unë nuk mund ta dinja. Atëherë mësojeni, dashur Fotion. Dajkua juaj jemi ne. Ju? Po, ne. Cilët i ju? Le të flasim me letra të hapura. Nuk kemi pse u ambajmë të fshehur. Zyra e shërbimit informativ. Ose OFK.
si që quajmë ne shkurtimisht. Besoj se tani e keni të qartë. Apo jo? Përse e kur di se tërë këtë loj? Natyrisht, jo për filantropi. Kemi edhe ne pikësynime tona. Çfarë pikësynimesh? Dëshirojmë nga ju që ko pas kohet na dërgoni të dhëna, lidhur me kërkimet dhe zbulimet që bëhen minjerë. Do me thënë agent. Kjo s'ka për të ndodhur kur. Unë do të ve për një herë në djeni ambasadën. Prisni! Nuk është nevojë të merrni mundimin për të shkuar deri atje. Ne ju vëmë në dispozicion telefonin ton. Por ju nuk do të guxoni të ndërmerrni një gjë të tillë. Pse? Sepse ky do të ishte për ju një hap fatal. Mos harroni se ne disponojmë materiale të tilla komprometuese, që sikur ta marrin vesh ata tuajt, Ky është shantazh që më bëni. Ju nuk dispononi asnjë material të tillë. Gabojeni rënd zotëri. Për të larguar dyshimin tuaj, urdhani, ja tek Kikini. Zoti Fotion, u binde tash se nuk është fjala për shantazh, po për fakte konkrete? U gjet? Jo. Mos e ke marrë gjë me vete kur i kanë mëngjes? Të thash një herë që jo. Fotion, kot nervozohesh. Si kot? I e thonë sekret shtetëror. Po ti jetë këtu, Po patjetër që këtu është. Vetëm qofse e ka marrë Lindita. që duhet Linditës flet analiza jote? Po atëherë çupa. Fol çupa. Këtu tokë me firmën, janë edhe shenjat e gishtrinjve tuaj. Këtë material sekret na i keni servirur ju? Nuk është e vërtet. Unë s'ju kam dhënë asnjë material të tillë. Fatkeqësisht në këto raste, u besojnë vetëm fakteve. Përderisa unë e kam ndërgjegjen të pastër, ju nuk më friksoni dot. Atëherë pse u mbisni kohë? Shkoni në ambasadën tuaj dhe i tregoni të gjitha fille për pe. Do të shkoj. Bile që tani. Ndaluni. Kam edhe diçka për t'ju thënë. Me që po mundoheni të shkoni gjera atje, atëherë ju lutem, shpjereni dhe këtë fotografi. Ç'lidhje ka kjo fotografi me ambasadën? Atë do t'u shpjegojnë shokët e ambasadës. Mbase do t'ju përgëzojnë për takimin tuaj të përzemërt me djalin e kriminalit të luftës, Vahit Bezhoros. Si? Çfarë fat? Po. Personi që do t'ju ndihmonte në shpejtimin e përfundimit të akteve trashëgimnisë nuk ishte Thanas Pecoldi, por Sadik Bezhora, shkeles kufiri, pjesëmarrës në akte sabotazhi. Të poshtër. Zotëri, mundohuni ta përmbani veten. Në profesionin ton, kjo është e domosdoshme. Të marrë të djalli me Lilian, më ga jasë së qeshuri. Kush e di që punon me Arbenit ti? Beni ka ankesa në adresën tënde. Pse? Qysh pse? Dasma po afron, kurse ti s'po bën asgjë. Ç'kërkon nga unë me shpirt e vogël? Hape gojën. U bën 3 javë që Fotioni u kthye nga jashtë. Dhe ti akoma s'm ke servirur gjë kafsh. Njëherë u mata ti thosh një vetë, por se si merdi. Do të kishe bërë gabim, Pse? sepse ai nuk merret me gjëra të tilla.
na thove librin me prava? Oh, më fal Linda. Harroj babi përsëri. Por nesër do ta sjelli patjetër. Çu dua ti gjithmonë? Mirëdita. Shqyr që u kujtove të kthehesh. Është hera e tretë që po ta ngro drekën. Më fal, po ishe shumë i zënë. I zën. Gjithmonë justifikimin në majtë gjuhës e ke. E po unë nuk mund ta lë punën mes. Kush ta tha një gjë të tillë? Por planifikoj gjërat. Ashtu si dikur. Edhe unë nuk jam më pak e ngarkuar se ti. Po gjej kohë. Edhe për fëmin, edhe për familjen. Mos vall, ju kam braktisur? Deri aty nuk ke arritur. Po drejt ati shteguje. Ç'do të thuash me këtë? Dua të them se dhe unë jam njeri. Kam nevojë për një fjalë të ngrohtë. Për një argëtim. Kurse ti që kur je kthyer nuk di gjë tjetër veç se të pyesësh. Mos ka ardhur ndonjë letër nga jashtë? Pastaj mbyllesh në dhomë dhe nuk kujtohesh më për asgjë. Herë më vete mendja për keq. Nuk të kuptoj. Ku e ke fjalën? Nuk di asun se çfarë të them. Por ti ke ndryshuar. Duket se diçka më fsheh. Më falni. Ogur. Arben, shiko sa e bukur. Një të tillë të kesh. Të pëlqen? Jo në një gjë e madhe. Kam parë punime nga të artistike son që ja shkojnë ku e ku kësaj. Më fal Arben, por Çfarë por? Thuaj me mirë se je bërë manjake. Mjafton të shohësh një etiket huaj dhe Kujt nuk i pëlqen të vishet bukur? Të ketë gjëra që nuk i kanë të tjerët. Po ju meshkujt nuk e kuptoni botën tonë. E keni mendjen tek futbolli. E po, mirë se më erdhët në dasëm. faleminderit. Agathi, tjetër herë nuk do ta sjell me Lilianën tek ti. Pse? Po me gjithë këto gjëra që na gostite, kam frikë se do të më prishësh linjën të fejures. Ju gostita me ato që mundohen. Inshallah ju takon të kërkoni mineral andej nga Baxhu e Dajkos. Atëherë do të shikoni çfarë shtruar do të bëjmë. Në ç'fshat është Dajkua? Në Orev, Busku Firit. Po ju se besoj të shkoni aq larg. Jo. Kërkimet tona e përfshin dhe atë zonë. Vërtet? Atëherë kur të shkoni andej, të më lajmëroni patjetër. Dajkon e kam shumë mikpritës.
Kush është? Ape, jam një gjallok. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Veri Lozinders. Përse? Ta themon pse në. Po mbyllë njerë. Nuk po më nje. Të them të drejtën, s'më kujtojsh. Mos prisnjeno i mik. Nuk të kuptoj. Ku e ke fjallën? Rrugë e largët të kapit. Pranon mysafir. Qumësh, e gjallë për të freskët, kam sa të duesh. Vetëm buka është e ftohtë. Se që po ndot as plumbi. Atë që ka nuk bën plumbi, zotja grep. E bën kjo. Tango. Mysafiri. Të kemi pritur kaq kohë. E po toke, ormik. Kam thënë në punë mos më vish asnjëherë, vetëm raste të jashtëzakonshme. Ngjarja që tregova është e jashtëzakonshme. Nuk them, por Po çfarë? mund të prisje derisa të kthehesh në shtëpi. Nuk dua të ngjall asnjë dyshim rreth vetes. Ti e di laboratorin. Mbese mirë. Ti kujton se për mua është e lehtë largojmë nga Baxhua, kohë pa kohë? Mos haro. Se i thon son kufitare atje. Edhe trurt, edhe gurt ka rësye dhe vesh. Por frika s'm ka penguar asnjëherë të kryej detyrën. Kujdesi, nuk është frikë. Mirë, i lem këto. Tjetri vuri kokën rrezik dhe erdhi këtu. Pret përgjigje. Çfarë ti them? Unë nuk e njoh natën. Si të veprojmë atëra? Mysafiri ka sjellë udhëzime të rëndësishme për ta. Do ta vënë ndjeni me anë të një personi tjetër. Urdhroni. Urdhroni, ju lutem. Ktheuni pak mrapa? Ashtu. Çka ndodhur? Mysafiri erdhi. Vërtet? Ka sjellë udhëzime me rëndësi për zotin Nata. Kërkon të takohet me të. Do mundohem t'ja plotësoj dëshirën. E keni sistemuar në bazë të sigurt? Për këtë është kujdesur personalisht akrepi. Po ndaj nga ju. Ç'kemi? Po shpëritet se kanë rënë në gjurmë të një minerali me rëndësi strategjike. Jam përpjekur t'i shkëpus në fjalë Arbenit e Lilianës, po s'kam mësuar gjë. Atyre mos ju ndaj, por me takt. Po me Fotionin, ç'bëhet? Është koha që dhe ai të lëviz. Mjaft e kemi lënë të prehet. Fotion! Mirë dita. Mirë dita. Oj, zogu vogël, ku po shkoni kështu? Në teatr. Në teatr. Për të këty isha nisur. Puna e kabinave të vunëvi. Vërtet? Vetëm se duhet takuar sa më parë Nehati. Më fal. U vonova ca, po mbarova punë. Ja dhe autorizimet për vete dhe për agatin. Faleminderit shumë. Çfarë ka këtu për të falenderuar?
Po është i 2 vit që po të bijem në qafë. Për atë mos u shqetëso. Më vjen keq vetëm që nuk kemi dhe si vjet bashkë. Kemi kaluar aq mirë. Ashtu është. Por ti do të na urdhërosh? Patjetër. Rrugë të mbarë. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Si i sigurove kaq shpejt? Më ndihmoi një shok. Shok? Apo mik? Quaje si të duash. Por më është gjendur gjithnjë. Aha. I ecka fjala. Me pozit? Jo, dërzi. Rroba qepës. Por ka rreth të gjerë. Qepin tek ai nga anë e anës. Që në ka mjeshtër atëherë? Ka duar të arta. Është specializuar në Rom. Nuk më pëlqen as pak kjo punë. Pse? Si pse? Punoj ore qast me qefi në kokë, kurse zotria e ti ende s'ka besim. Se është besimi? Po çfarë është atyre? Rregulli i konspiracionit. Tek e ti e thuaj. Nuk është tek, por udhëzimi i qendrës. Secili nga ne kryen detyrën që i ngarkohet dhe s'është e domosdoshme ta njohim njëri tjetrin. Bese mbarë. Kështu ne në vend që t'i shmangemi rrezikut, bëjmë më lehtë viktimat sigurimit. Ky është edhe mendimi i zotit Mysafir, i cili ka shumë vërtetë adresë punës tonë. Si the? Ka vërejtje? Po, puna ju e deri tani shmele shumë për të dëshëruar, veçanërisht në drejtim të organizimit. Prandaj zotin e atë në abit fakti që personi i cili përgjigje direkt për këtë punë, as që dhe njoj të vitë në takim. Mos valë pandenë zotri e ti se unë këtu kam ardhur si turist. Zotin Nata më ngarkoi t'ju kërkoj ndjes. Takimin me ju e ka lënë për në fund mbasi të ketë grumbulluar informatat i nevojshme. Edhe këtë s'ka mundur ta bëj gjatë tërë kësaj kohe që ndodhem këtu. Punojmë në kondita shumë të vështira, zoti Mysafir. Vigjilon si shton ata një popull i tërë. Vetëm konspiracioni mat në mba në kam. Konspiracioni. A ishte i nevojshëm, madje i domosdoshëm. Por jo deri në atë shkallë t'ju ndryudh. T'ju paralizoj në veprimet tuaja. Zoti Mysafir, neve nuk kemi ndënjur duar kryq. Edhe qendra nuk është i këtij mendimi. Por mund të kishit bërë edhe më tepër. Veç kësaj ka një farë sektarizmi në punën tuaj. Nuk e kuptoj, ku e keni fjalën? S'kini bërë po thuaj asgjë për shtimin e radhëve të grupit. Dhe kjo është porosi kryesore e qendrës. Mos harroni zotin e atë, se ata ndonë se janë të rrethuar nga të katranët, e me gjithë ata janë tepër të fuqishëm. Me një grush njerëz mundet t'i godolisësh, por jo t'i përmbysësh. Po. Në këtë drejtim mund dhe duhet kishim bërë më tepër. Me qëra fjala. Këtu në plazh ndodhet përpushime një person të cilin ua kemi rekomanduar. E di, për atë kam porosit veçantë nga qendra. E kini fjallën për... Për përgjegjësin e laboratorit, Fotion Papa. Fotion, mos u vononi se dreka është gati, vetëm për të ngrohur do. Të mos e lajmë edhe ca? Jenë vete i ka dajamet flak të kuqe. Fotion, më falë që po shqetësoj, por kisha diçka për të thënë. Fol. Po të dëgjoj. Ka ardhur një inspektor nga Ministria e Minjerave dhe kërkon të bisedoj urgjentisht me ty. Inspektor këtu? Përse? Për diçka me rëndësi më tha, po nuk më tregoj çfarë. Mos ka ndodhur gjë në laborator? Ku e di se ç'të them unë e varfra. Ai vetëm sa më caktoi vendin dhe orën e takimit. Ku duhet takohem me të? Te pista, në orën 18:30.
Gëzuar. Po i dashur Fotion. Qendra shumë e pakënaqur nga ju. Që gatita e kthimi s'keni dërguar asnjë të dhënë. Unë ua thash atje. Nuk jam për punëra të tilla. Asnjëri s'ka lindur i ditur. Por me pak vullnet edhe dëshirë gjithçka arrihet. Pikërisht këtu është çështja. Mua kjo dëshirë më mungon. Ata deshën të më detyronin. Kurdisën gjithfar poshtësish. Eshni. Nuk të lejoj të flasësh kështu për njerëzit tanë. Blidhe vete. Shkotëni, vajti vonë. Do të kem unë në bikqyrje. Natën e mirë. Natën e mirë. Digjet si furr. Vazhdoj kompresat. Tani t'i japim një aspirin dhe shpresoj të qetësohet. Ti kishe sill me kot flamosurat. Më fal, po ashtu më doli një punë. Fëmia i smur ndërsa ty të dalin punëra. Tani duhet ishte kthyer, po me sa duket kërkon mjalë të freskët për linditën. Kot po shqetësojni. Më vjen rënd dhe nga ju. Për mua mos u prekuponi fare. Interesoni më mirë për vajzën. Ç'është ajo fjalë? Por po më habit, pse po vonohet kaq shumë? Thuhatja e tij, gjendja shpirtërore tepër e tronditur, të çojnë konkluzionin se ndaj Fotionit duhet treguami ende të rezervuar. Edhe mysafiri është i të njëjtit mendim. Megjithse ja kemi shumë nevojën, hapëra ne nuk duhet të trazojmë. Hyr. Mirdita. Mirdita. Ha, Fotion. Atë kam në dorë. Si duket? Akoma nuk i kam përfunduar analizat, por gjerë tani të dhënat nuk janë premtojnëse. Si kështu? Kurse unë kisha shumë shpresë. Janë të prekupuar të gjithë. Vetëm sot sekretari i organizatës dhe drejtori kanë pyetur 2-3 herë. Të kam pru edhe një kampion tjetër nga zona E.
Në toka ka të papriturat e saja. Me gjithat e shqetësimi jytë, duhet patur parasysh. Përfundoj? Po. Si duket? Shumë mirë. Ja vështroje. Më në fund. Dhe me shpërmbajtje të pasur. Natën e mirë. Natën e mirë. Fatjon. Ty po të prisnja. Ç'kërkon më nga unë? Më duket se i tham të gjitha. Jo i dashur Fatjon. Kemi akoma shumë gjëra për të thënë dhe për të bërë. Nuk të kuptoj. Ku e ke fjallën? Jam në dieni të analizave të fundi që po bënin në laborator. Kërkojmë nga ju që në bazë të zotimit të marrë. Unë nuk kam marrë asnjë zotim. Prandaj mos prisni që nga unë. Zoti Fatjon, flet analiza që mban firmën tuaj është shumë fishuar. Një kopje të saj kam edhe unë. Dhe në çdo çast mund të adresoj. Nuk e di si djallin ka rana e nduar tuaja. Por si do qoftë. Si do qoftë, mos u rëmbeni në përgjigjet tuaja. Vlerësojni mirë situatën në të cilën ndodheni. Ju jap 3 dita fat. Deri atëherë, mirë pafshim.
Vlerësojni mirë situatën në të cilën ndodheni. Ju jap 3 dita fat. Tani u ktheve? Jo, ka pak. Po t'ja si ke trazuar darkën fare? S'më hatë. Më dhëm pa koka. Të cilë një aspirin? Jo, s'është nevoja. Do të më kaloj. Më dukesh i shqetësuar. Je zbehur i tëri. Ndofta nga që jam i lodhur. Nuk e besoj t'jetë ky shkaku. Ty diçka të mundon. S'është e para natë që të shoh të shqetësuar. Gjithnjë e ke zakon të i përpolizosh gjërat. Të thash, veç lodhjes, asgjë tjetër. Thot Jon, çfarë do që të ketë ndodhur ma thuaj. Nuk dua t'i bëhem barë tjetër kujt. Arta. Unë... Fol, po të dëgjoj. Asgjë. Ti gjithnjë ke qenë i çiltër. Arta. Më duket se po të humbas. Ty... edhe Linditën. Po, Ilir jam. Kush? Let vi. Këtu është. Ju faleminderit. Hyr. Mirdita. Mirdita. Uleni ju lutem. Urdhëroni. Shoku gazmend. Unë erdha. Desha t'u them. Flisni, po e dëgjoj. Mos e qepesh japone, se çdo koha. Mirë. Kush është? Hape. Jam unë. Mirdita. Kush më erdhi? Urdhra. Sa po u ktheva nga ekspedita. Shiko si janë tër plur. Bile unë them që të mos hyj brenda. Çan këto që thua? Urdhra. Dëshiron të të bëj një kafe apo një limonadë freskët? Faleminderit, nuk dua asgjë.
Kam blerë një copë të bardhë për fustanin e dasmës dhe s'po më duroj pa ta treguar. Je vajzë me gusto, pa ta shoj. Ua, ç'pas kam bërë? Çfarë? Kam gatruar çantën time me atë të Arbenit. E se dëgjoj atë tani. Pse? Si pse? Kjo është harta e ekspeditës. Po tani, si i bëhet? Ajo është sekret shtetror. Më duhet ta çoj me një herë. Tërheqi ta marr. Ku shkon kështu në zyrë? Ke të drejtë, je femër. Shko pastro në banjo. Ta mbërtheva mirë se janë gjëra me zarar këto. Dofta ishte vetëm një fiksacion. Por me gjitha të veprimi saj më duket i dyshimt. Qëndrove shumë në tualet? Aq sa në porositën. Afro 5 minuta. Nuk e besoj që për aq kohë. Përkundrazi. Është plotësisht e mjaftueshme. Arben, edhe ti dyshon që Agathia? Nuk ka asgjë për të habitur. Gjarë për me rrezikshëm është ai që struket në gjik. Besoj se tani u qetësove. Ç'ne? Kur mendoj se si mi nguli syt tek manovroja me çantën, më dridhen mishrat akoma. Të dinja më trimëresh? Të të shikoj aty në situatë të tillë. Të them të drejtën, më ka hyrë frika në palc. Me si prestja mbath andej. Mbese mirë. Bagtit, tokat, gjithë shka që ne i grabitën i kemi këtu. Ndaj këtu duhet përleshemi deri sa të... Kaq vjet që punoj me nervat të ndosura. Nuk mundem. E ndi veten të lodhur. Budallachke, tash ti kërkon të heqësh dorë? Specialistë huaj u larguan të gjithë. Kanë mbetur plotësisht izoluar. Të izoluar jemi ne. Dhe çdo ditë vim duke u firaksur. Dhe ja tek po ta them. Po nuk të ndryjnë shpejt të huajt, qofshin këto të lindjes ose të perëndimit, prit kur të na hedhin prangat. Si jam as pak dakord me mendimin tuaj. Një aksion i tillë nuk i shërben qëllimit tonë. Dhe më duket krejt i papërligjur. Momenti që po jetoj me justifikon atë plotësisht. Hedhjemi njerëz në erë ngjall panik. Sidomos tek të rinjt, që këta po mundohen të mbushin mendjen të punojnë për minjera. Njëkohësisht në këtë situatë ndër japim të kuptoj kujto se ekzistojnë forca që dinë të përleshin me ta. Po do të shonin ata të sigurimit. Dhe grupi do t'i kanosej rreziku i zbulimit.
Ndërkohë që porosia e qendrës është që të punojë kryesisht për zgjerimin e rrjetit dhe grumbullimin e informatave. E kuptoj shqetësimin e qendrës dhe atë tuajin. Por ne do të marrim të gjitha masat që të evitojmë çdo rrezik. Për këtë do të kujdeset personalisht zoti Nata. Nata më parë duhet të ishte takuar me mua. Takimin me të dhe me pjesëtarët e tjerë të grupit do ta bëni fill mbas aksionit. Tepër vonë. Dhe për këtë do të përgjigjet para qendrës. Po për aksionin, cilin keni menduar ta kryej? Nata vendosi për ju dhe Fotionin. Marzira, Fotioni s'ka as përvojë as garanci. Dhe aksioni rrezikohet të dështojë. Do ta keni ju në mbikëqyrje. E kuptoj plotësisht vendimin e zotit Nata. Ku po më çoni kështu? Do ta merrni vesh kur të arrim në vend. Po nuk ma treguat unë hidhem nga motori. Këtë nuk do ta bëni dot. Sepse unë nuk ju lejoj. Mos të shqetëson tymi cigares? Jo, por më vjen një farë trazire në stomak. Dofta nga ere benzinës. Ta hap dritore? S'është nevojë. Do të kaloj. Do qëndrojmë sa gjersa të qetësohet. Ti s'besoj sa mërzite. Qëndroni sa të doni. Vetëm se sahatin e kam të prishur. Do shpërblesh siç duhet. Faleminderit. Qetraj nervozizëm. I troqe vëmendjen e shoferit. S'di as unë çfarë të them. Jam shumë e tronditur. Blidhe veten. Mos u bëj çilimi. Do të presim shumë në klub. Gjersa të dëgjojmë gjëmimin e shpërthimit. Merreni. Përse ma jepni këtë? Do prisni momentin kur vagon aty në minier. Me të pikasu në një nga ato me mbeturina minerali, hidheni brenda të largoni me njerë. Mos kërkoni një gjë të tillë nga unë. Këtë nuk e bëj kur. Mos harroni zotimin që keni marrë. Unë nuk kam marrë asnjë zotim. Zbatoni urdhrin. Ndryshe do t'ju ndëshkoj si tradhtar. S'ka kohë për të nguruar. Janë marrë të gjitha masat. Nisuni.
ato pa hezitim çdo urdhër që t'japin. Mos u shqetëso për pranin tonë. Nuk e ndjen veten më mirë tani? Çka? Kafeja sikur për mblodhica. Po sikur të dilim pak në ajër të pastër. Këtë desha të them edhe unë. Na fal Ziber. Ju lutem. Urdhro. U vënuan shumë. Doj mos. Nuk është shkuar për të sunisur. Nuk di po se që kam një parandjenjë të keqe. Brëm në ndër jam shkepër duke ngrënë pasta. Dhe ambëlsirat më dalin gjithë një për keq. Supersticioze. Futu shpejt në taksi. Tani vim edhe ne. Ha Buçko, i kënaqur. Përbes. Edhe Godzilla tisha nuk do haja kaq tepër. Shiko si më shfër Gaceku. Po bën skopjo. Të them të drejtën, i kam shumë qef njerëzit që janë me oreks. Ajë gëzuar.
Po, zotëri. Ndofta keni të drejtë. Unë s'duhet ta mbaja ka gjatë fshehur kryetarin e grupit. E kuptoj revoltin e zotit Mysafir. E ndofta edhe juve ushqeni një ndjenjë të tillë. Po në kuptoni. Kjo ishte një mas sigurie që mi ishte rekomanduar nga qendra. Gënjeni. Ju I keni shkelur rënd udhëzimet e qendrës, duke vënë në rrezik pjesëtarët e grupit. Më falni zoti Mysafir, por ju mbase nuk keni që në dijeni... Heshni! Zotrinj, mashtrimi që më ka bërë mua duke më sorëllatur kaq kohë për të kërkuar natën, ndërkohë që nata pas ka qenë ai vet. Mosbesimi që ka treguar Dajush, duke mbajtur fshehur se ai ishte drejtuesi i grupit dhe askush tjetër, kjo nuk është mas sigurie të cilja ka rekomanduar qendra siç pretendon zoti Niat, por një tek e tij. Ose më sakt, një dëshirë. Apo udhëzimi tjetër kujt. Shprehuni qartë. Ku e keni fjalën? Qartë, zoti Nata. Unë mendoj se në këtë mes kanë gishtë organet e sigurimit. Zotëri! Si guxoni. Si guxoni të shprehni kështu për mua? Po, ju nuk keni gjë tjetër, veç se një spiun në radhë tona. Zotrinj, unë propozoj të ndëshkojmë. Duart lartë! Zoti Nata, na falni se ndërhyjm para kohe, dhe nuk ju dha mundësi të zgjidhit mosmarrveshjet tuaja. Dëshirën për takuar Mysafirin e vërtet, do t'ua plotësojmë. Apo jo, Astet? Po, shoku Gazmend.